Duke e rikthyer sërish vëmendjen tek hapësirat publike, edhe gjatë kësaj jave puna për çlirimin e tyre vazhdon. Shtesat vend e pavend, uzurpimet e pa justifikueshme dhe të pa tolerueshme vazhdojmë t'i përballim pa u ndalur për asnjë moment, ndërkohë që në Tiranë ka ecur mëtej puna dhe sasia e hapësirave të çliruara ka kapërcyer mbi 100.000 metra katror, edhe në Vlorë, ku problematika është jo e lehtë, puna ka ecur me çlirimin e një segmenti kyç, jo vetëm për Vlorën, por edhe për industrinë tonë kombëtare të turizmit, që është rruga transballkanike, një zonë e rëndësishme ku qytetarëve u janë rikthyer sërish ambientet e tyre të përbashkëta, natyrisht kanë nevojë të rikualifikohen, por ku njëkohësisht edhe të gjithë atyre që masivisht kalojnë nga ajo rrugë do t'ju çelen syt kur i thon fjalës.